Jemi rikthyer sërish në Top Fire. Bravo Paloma, që ke më mirë se sa dy. Si e pasi në këtë rikthyer. Është e bukur, është e bukur. Ju shkova pas ritmit. Është e patentuar se shumica e gjërave zakonisht u ti marrin. Unë nuk them asnjëherë mirëmëngjes, po them mirëmëngjesi. Kujdo që takoj aty në punë kur zgjohem me zot ku gjë. Po kur blen byreksi thua atij të shkretit që ka zgjuar. Vetëm kur ja gjoj lekët them mirëmëngjes. Okej. Kur s'kam lek do thotë që O Paloma, kemi disa pyetje për ty ne. Para se të kalojmë te kuici shumë i famshëm. Kush peshon më shumë për ty, pengu apo pishmani? Kjo ishte shumë e mirë si pyetje. Pengu apo pishmani? Pengu pra është diçka që ti e ke dash ta bësh dhe s'e ke bër kurr, ka ngel peng, ndërsa pishmani është diçka që ti e ke dash, e ke bër dhe mbasi ke rënë pishman. S'do ligj. Pengu, ke ndonjë peng? Po. Do ta thuash apo s'është momenti? Vini, na jep një muzikë funebër, se mbase na tregon gjë. Që ndoshta stopova aty ku nuk duhej punën time, u shkëputa 10 vjet dhe nuk vazhdova me të njëjtin intensitet për ta mbajtur atë publikun. Se u mora me gjëra të cilat përveç se problemeve që kam patur, domethënë humbjen e motrës e këtyre, domethënë fatkeqësive në shtëpi, po që stopova duke kaluar dhe duke harxuar kohën me gjëra të pavlefshme. Kështu që ju jeni të rinj dhe shfrytëzojeni çdo vit që të jetë prioritar për ju. Bukur shumë. Paloma, nëse do të ikje në një ishull të vetmuar dhe do duhet të merrje vetëm 3 sende me vete, çfarë do merrje? Atë thuja, atë dum dhe ne, atë që të erdhi për qesh. Hajde thuaje. Se të vim në ndim. E para që të vim mend ajo thuhet, sa ajo është e sinqertë. Ishull thet ja. Ishull e vetmuar, ishulli çado brek. Po je vetëm. S'do të shohim, je tek pull. Po ka ndonjë me dy pinga. Je turp shpra. Po. Do merja brek. Po. Edhe këto njerëzit e shtëpisë apo vetëm sende? Make-upët, cigaren, bukur kaq. 3 ato. Një minutë. Që përmenda. Ato do ti marrësh ato me vet, po lërimi ato çdo. Ti shigjur do shpëtosh. Bukur. E thonë që sendet tregojnë shumë për një njerëz, mund ta dim sendin më me vlerë që ti ke në shtëpi. Patjetër. Kam një varse që ma ka bërë babi dhurat. Flori është një gjel floriri. Ka shkuar me 90 mg, e di sa mund bëj atë. Nuk e shes se babi nuk jeton më, kështu që do ta mbaj përjetësisht kujtim. Do tjetër çfarë se u bëra dhe shumë romantike tani. Ne prandaj thon. Sendi tjetër, po prap kam një shall që ma ka bërë mami, dhe atës domethënë gjithë gjërat shpirtërore dhe një fustan që e ruaj akoma që ma ka bërë motra. Ke një lule artificiale thot Vini? Lule artificiale. Po, lule. Vini lule, po. Po. Lule kineze quhet. Po, është një palmë, po. Po deshet. Mirë, tani tha sendet e shtrenjta, po thoshte sendet e lumtura, do thoja gjë tjetër, kështu që do ndryshonte përgjigjja Vino. Bukur shumë. Jepi Juli. Paloma, diçka që do ta fshihen nga kujtesa jote një herë për gjithmonë. Zërin se jemi na dirmurra e ta fshim direkt kështu shtesh dhe jemi nga 15 kaçë. Ato Big Brotherin e parë. Big Brotherin e parë që na ka ngel aty. Publiku ka vendosur. Tong. Që Paloma të rikthehet sërish për një Big Brother. Po e kam dëshirë. Fjala jon në vesh të vllajt madh. Yes. Ti bëjmë në telefon. Ashtu. Publicitet. Si ka mundsi në Prap më? Jo publicitet. Jo më ke parasysh. Ke parasysh. Sa seriozisht e ka marrë. Është një fakt shumë interesant që kur njerëzit kënaqen shumë ajo gjë mbaron shumë shpejt. Apo s'është e vërtet? Po pra. Uj. Po buka. Difuzim në 2 përzolla. Keqen. Ufimi. Rroga. Ajo ikë më shpejt nga gjë. Vino që na bëre Vino. Gjëja, çfarë nuk do të bëje kur pavarësisht nga shpërblimi. Pra nuk do të blihesh me lek. Dashuria, sinqeriteti. Nuk do dashurohesh kurrë sikur ai personi më i pasur në botë kush ai indiani më duket që bëra dasmë më shumë. Asnjëherë nuk kam qenë lekiste, kur s'kam për qenë lekiste në jetë, si jam materialiste apo e themi në mod të moderuar, nuk do m'pëlqente, ngajherë them me vete, minon, sa mirë do ishte gjithë to të ra lapsit e letrës, ndërsa unë si kam parë fare këto gjëra, domethënë edhe kur e kam njohur bashkëshortin, me thënë drejtën me i valixhe e kam njoftë edhe s'kam parë ndonjëherë pjesën materiale. Sepse jam rritur me një familje që më ka dhënë të gjitha mundësitë për të
jetuar, për të shkolluar dhe për t'i patur dhe për të qenë zonja vetë sot nuk kanë llastuar asnjëherë. Domethënë pavarësisht se kemi pasur 2000 lekësha mersha prap. I mersha babi dhe i 2000 lekësha ty ke xhupi bëheshin 4. Edhe kontrollonte mami pastaj. 4000 lekë atëherë si 40 sot. Bravo dhe qoftë mi goca. Paloma, vjen dita e larg qoftit. Për çfarë do doje të kujtoheshe? E vdekjes. Ka kështu funebër fare, me xhenazë. Sigurisht jeni vetes kështu burr. Hajde se s'vjen gjë nga goja. Që ka gjë më të bukur në jetë, gocën time. Dhe i lutesha Zotit që t'i japi jetë edhe të kem jetë për të arritur edhe për ta bërë zonjën e vetes pastaj s'ka gjë. Okej, Paloma kur ke qarë për herë të fundit? Çfarë? Por çaj qave? Unë qaj gjithmonë prekem për një gjë. Çof njëri që lyp aty mërzitem qaj. Një të më flasi po, një të më flasi keq qaj. Kam qarë sot në mëngjes, edhe s'dua të qaj më për gjërat që më prishin ditën dhe Terezin. Kur nuk dua të qaj për njerëz që më prishin Terezin, njerëz që më prishin humorin, qaj për gjëra që jam shumë e ndjeshme, domethënë të tipit, siç e thash, kur shikoj dikë që është në rrugë, që s'ka ku ta diun. Okej, që unë e kam një asën unë, po mos ta bëjmë Palomën për qarë sot. Po, pak më vol, ja ta mbyllim një me suksesat e kuicit, nëse do ta kalojmë. Po Paloma se kemi ardhur te momenti. Tani përvish mëngët. Do t'japim gaz Vini tani. Do t'japim gaz, na çon pak. Kur vje publiciteti. Jo, publiciteti ka kohë akoma, mos e vri mendjen. Paloma, bëu gati sepse kemi përgatitur për ty 30 pyetje ku ti e dashur duhet përgjigjesh me tek fjalë. Nëse thua 2 ose më shumë ne të rikthejmë nga fillimi dhe kjo pyetje dhe ky quiz nuk mbaron kurrë. Je gati? Hajer. S'ka pik gjynofi, a? Ashtu bravo. Mos harro vetëm një fjalë. Gati je? Gati. Gjëja e fundit që hëngre. Buk me vez. Buk me vez janë 2 fjalë. Buk me vez. Fal. Gjëja e fundit që s'hëngre. Patate, okay. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. Paloma i kafshon gishtat e këmbës. Gjithmonë. Je komfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. I ke lënë ndonjëherë punë të tjerë për të marrë me punët tua, Paloma? A të pëlqejnë komshitë tu? Po. Ke ndërmend të derë sot Paloma të bësh tap lonc? Jo. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? T'merr po. T'merr po. Bravo Vini. Sa ty, ja dolëm. S'ka gjë Paloma, mos u mërzit, ka jetë pas vdekjes. Po. Gjëja e fundit që s'hëngre sot në mëngjes. Paloma, nuk kemi qenë të shtëpia, nuk e dim çka ke ngrënë. Ç'po na duhet? Vetëm një fjalë na duhet. Vez. Jepi Juli. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. I kafshojnë thonjtë dikujt tjetër? Jo. Je komfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? I ke lënë ndonjëherë punët tua për të marrë me punët tua, pastaj i ke lënë prapë punët tua për të marrë me punët e tjerëve dhe pastaj erdhi Vini dhe tha ti je kështu. Jo. Jo. Paloma, të pëlqejnë kolegët e tu? Shumë. Të pëlqejnë komshinët e tu? Shumë. Ke ndërmend të derë sot bësh tap fare apo s'dish nga ç'kosh? Premten, okay. Digje shumë në verë nëse po a lyesh me kos. T'merr. I bukur apo i zgjuar? I zgjuar. Kosi hahet apo pihet Paloma? Hahet. Ç'na. A je lumtur mi Paloma? Po! Brugur. Para dashuria po pound Paloma. Dashuri. Po ç'a fut kot kjo. Puthja e parë apo puthja e fundit? The last. Okay, ku ishte puthja fundit? Dje. Sa kohë pas ke pa puthimi goc? Ç'a bësh? Kur rridesh, ka qenë punë më burr. Nuk flasun. Okay, mos fol. Të pëlqen ushqimi kinez nëse po, do ta haj një zhapik që është gazetar investigativ. Jo. Okay. Paloma, më mirë të thot zemër, shpirt apo moderatorja ime. Shpirt. Okay. A shan kur shaj lajmet pip. Ku ti ket? I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos Paloma? Po. Bravo. I bie ndonjëherë qylit Paloma? Jo. Hera e fundit që e skuqur nga turpi Paloma mi Paloma. Sot. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë, pa e kam thjesht shok. Po. Bukur shumë. Atiti. A shejtane gjeta. Hera e fundit që the më fal. Sot. Hera e fundit që gënjeve. Tani. Në sekond. Sa na ka shu. Po i në sekond thaure. Pa ka me në apostrofi fal. Vini, ti e di. Vini. Hajde. Okej, mirë. Ej Paloma, je lënduar ndonjëherë nga dashuria mi goce?
Para shumë vitesh. Kot baba qemos, po. Nëse do transformohesh në një kafshë, cila kafshë do ishe Paloma? Pula. Pula. E di atë lojën pula qorën? Okej, ti Juli bëu gjeli. Unë jam ai detit. Ti e gjeldeti se qielli ka shumë, apo është këngë tjetër. Okej. Paloma, më mirë të duash apo të duan? Të duan. Okej. Paloma, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër. Larg qoftë. Në një të shëmtuar. Hami, thuje të shkretit. Hitlerin. Bukur. Vallai me ata asnjëri s'do të ndashim ndrysh. Sa e çuditshme. Ke qeshur ndonjëherë në varrim Paloma? Po. Si mund t'jesh kaq e zez? O Paloma, çfarë bën kur s'ke çfarë bën? çfarë bën? Jo, se jemi në lojë. Paloma, çfarë bën kur s'ke çfarë bën? Thuaj asnjëri. Rri. Po jo. Është pyetje Paloma, çfarë bën kur s'ke çfarë bën? Hajt po i. Bëj. Shumë mirë. Paloma, nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do të shkoje? Në Laprak. Afrikë. Po larg Afrikala. Po se na ka dhënë fryma me fol. Sa mos lëshojmë i dytë. Paloma, nëse do të mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, gjalla po vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? A thua emër, biemër dhe shtjelloj këtu s'ka gjë. Jo, thuaj. Se mos e haj. Jo, ti e ke ngrënë. Biemër është dy. Jo, nuk e haj, pa mera, kjepi. E kemi ngrënë saponin për djathtë. Me personazh publik. Të famshëm. Në të gjithë historinë e njerëzimit, gjalla po vdekur, që nga Adami dhe Eva. Eva. Aktori i preferuar dhe i pazëvendësueshëm. Angelo Shkreli? Patrick Swayze. Patrick. Ajo se di fare kush Angelo Shkreli. Sa më larg. Angelo isha unë që ta dish. Po jam aktor pra. Me ju të dy çuna ishte, nuk e di, domethënë po të kisha alternativë se jemi këtu brenda rretit, do thoni pastaj që shikja, nëse jemi ne këtu edhe bëri kështu, po që realisht e pa me kjo intervistë. Me që na dole aty Paloma, ne kur erdhëm këtu, nuk e di se si ka qenë momenti yt i parë kur e bër kontratën, por kur e bëm ne na than çuna në bazë të kontratën pra që do marrim lekë, do mikë. Na. Julia. Në bazë të gjërave që do të thonë të ftuarit, ju do të merrni lek. Pra ti tani ke në dorë fatin. Po pra, ti thuj këto fjalë të mira, jepi. Thuj. Atëherë, ku ti drejtohem? Ti drejtohem produksionit? Po deshe ke kamerën, te kamera më vonë. Dashur produksion, si veterane e kësaj radio që jam, prej 20 e kusur vjetësh, Angelo dhe Juli duhet të jenë në krye të vendit dhe jo vetëm startin duhet të jetë Top Albania, po edhe televizioni. Kështu që ju uroj lart e më lart dhe vlerësojeni sepse keni dy asete shumë të çmuara që do japin dritë kësaj radios në vazhdimsi. Juli ku ti çem gjithë lekë. O zoti madh. Paloma do të japim Jeni realisht padurashka, super çuna. Komplimente. Ju a them me gjithë zemër këtë gjë sepse keni vibe-in, energjinë, pa diskutim, intelektin, oratorin, të gjitha që i nevojiten një radioje, i keni të gjitha all in. U merrën direkt. Paloma, për posa kastej të falenderojmë shumë. Jeni shumë të mirë. Nga personazhet që ne të vlerësojmë pafund dhe prandaj nuk ta bëm ftesën vetë, ta bëm nëpërmjet Vinit, se nuk do ishte një ofertë që s'mund ta refuzoja përmjet Vinit, se po të shkruani vetë. Juve domethënë do mendoja se do më kishit ftuar në një film. Me vërtet? Po për filma pranon ti? Po pranoj. Me vërtet? Gati. Ta provoj një herë vetën si aktor, se vetëm ashtu si jam bër. Shishi. Po. Fini estimat. Paloma, të falenderojmë shumë. Po vjen kështu si figurant. O zoti i madh, edhe kënga ime. Paloma, të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbërmjet tonë ta kalosh këtu me ne. Të urojmë shumë suksese. Ju pres prap ftesa, me shumë dëshirë, do jemi përgatitur tani se u familiarizova një çik. Inshallah na e kthem follow se do të bëjmë follow tani. Do të bëjmë follow tani. Okej, jam bëmish. Ja fal live që vaj përgjithësi. Po se ka njerëz që nuk kthej. Paloma, falenderojmë shumë. Falenderojmë shumë. Çuna, suksese edhe një herë, ju dua shumë, faleminderit shumë që më ftuat edhe ju uroj suksese, ju atar gjitha edhe unë juve. Çik malsore nga Paloma, rikthehemi sërish vetëm pas pak.